Qëllimet e mia mi kanë shkatërue mjekët zviceran. Do gabime tyve mjekësore, pa u kon i smut hiq. Për një kontrol dhe shka, po thuja kozmetike, edhe më kanë bo me ranë koma. Po, ju dash 50 litra ujtë destilur për më ma pastru. Me barkët e poshtë, pi poshtit, ty me shpola mu këtë organet mana që mi kanë shpërthy zortë. Për mes me batë madhe, kanë që një shqiptarë, që tha puna korrupcionit, në zajz, më pare mu, më qelë gojen, unë s'ja kom planua ato, i kom ingjizu kretë për 1.5 milion. Qa kena diçka mongi që s'kena Zvicra? Zvicra ka për 500 vjetë që s'ka luft. Ajo është. Edhe Gjermania, luftën e dytë botërore, rafë shukon, po unë dërtue. Po Gjermanë semina, na jemi shqiptarë. Son bëmë Gjermana Zvicra, na? Jo, na këqymi mas pari për vete interesin, e nuk një mojën ty, ma shumë ta ka me njoti ma më të pas që përparojsh, se sa më marrët mirë. Ajo është të meta jone që së njësën për para, e që së përbojmë një shtetë që mas 17 shkurt 2008-ës që kemi hec pak, po jo ala që shduhet. Po shihet edhe qeveria që sa nuk po mundet mu formue. Edhe janë politikant ata që e kanë bëhe që da kryesort, sidomos që jonë përzin luft që ata janë që të këtë partive, s'me përzin i parti, po këtë partive janë që e kanë pru punën me ikë rinia sa ma shumë me ardhë atje, e ku po vinë atje për kënë kryen, se vetë këmë shku azilant, para 35, këmë shku 18 vjeqarë. Pak para lufte. Qa të kam su Gurbeti? Gurbeti se kam shu. Me do është venin tëmë, sa ma shpejt me ikë pi atje, me onë vend temin, me këshu me punu në vend temin diçka, kur rahat nuk bona atje, shpirtin flenë vetëm ku të vinë që të Sareken e keqe qëtu. Ja, për Sarek është barë mira në Kosovë. Pezomt të keqe. E sa për ketë korrupsionet aty vësene, ajo është si këtu, si më konë Zvicër, njajtë. Ato që e më prodhu vetë. Cilat i ki ato qëllimet të jetës tonë? Qëllimet e mia mi kanë shkatërue mjekët zviceran. Pse? Ato une po thuja i kum arrit, po ato qëllimet e pleqnia se sojnë ku dalesh penzion me shiju pak penzionin të najt, ajo po shumë problem. Mi kanë rëndu pak me do gabime tyve mjekësore, pa u kon i smut hiq. Kanë bo gabim dishka. Këm shku për një kontrol dishka, po thuja kozmetike, edhe më kanë bo me ranë koma. Koma e kona? Po thuja i kom pas... Në funin e kom zbolu që kanë ushtru në mu, se jem konë 28 vjeqarë, 28 vjeqarë jem konë, edhe sportist, i fuqishëm, mirë, në këtë në regull, edhe perfekt jem konë për ta, edhe tash hajtë se i qënëron. Ky i kanë mledhë mjek të ri, i kanë mësue qysh, këto vone ku mësue, po ju dash 50 litra ujtë destilur për më ma pastru muë, që më kanë këthy me kërvet kështune, me barkët e poshtë, pi poshtit, ty me shpola mu këtë organet mana që më kanë infektue, që më kanë shpërthy zortë, do më thonë, si pas që ati shenjë që kom dash unë me shku me hek, që kom pagu vetë me parat mija, që o bo plan. E ta në masa nena, për mes me batë madhe, kanë që një shqiptarë, që tha puna korrupcionit, në zajz, më dhonë pare mu, më qelë gojen, unë s'ja kom planua ato, i kom ingjizu kretë për 1.5 milion. 1.5 milion ti do? Këtë në telefoni kam të ingjizu. Po me shpëtu që ato, që ka da të? Që ke që ajo? Këtë në telefoni kam. Po, nuk kire nevoj?
Po të besojnë Shemull, aty. jo, asnjë hito. Po të besojnë aty. Kajt javë kumë quë, Çka tash me lutë ato me gjykat, me polici, me kryetarëri, me kryetar Taraos, shemull Narga, ku jam une, me në për gazeta, televizione, parlamentit, drejtësisë, në politik, i kum shkrue, nuk kom lënë vend pa trokit, po spitali i shtetit. Këto spitali i shtetit, s'ki shans. Po. Një shqiptar mongi, para ata është se një bubres mongi, mi këshin marrë qëta organe që ndoshe shka i kësha pas, edhe mi këshin bru kocat në Kosovë dhe hajtë. Ti dhe më në Rago, Kaq. Nuk i morë gjysmë milion? Si ko marrë gjysmë milioni, po i kom mingjizue me një orë e kom ble, edhe një kimik e kom qitë këtune me kamerë, edhe ajo high definition, në më thonë edhe ka ingjizue ftyrën ty fol, edhe zonin. Do më thonë high definition krejt. Mas pa e tha po t'ja 50.000 franka që tash në dorë, se në shumë me modhe, e tjerat më japish një konto në zez, jo në zez, po të Kosovës poshtë, edhe në t'i qojnë atyje pa mërreshke kushiq parat atje. Edhe misi im le dha shumë fakte përveç këtyve une, edhe fakte tjera të mjekve, se ka pas do mjek që kanë folë, sidomos një femën holandeze, që u konë, që ajo ma ka pështu jetën, se unë jam konë pëthuja i vdekun, ajo nga vdekja më ka zgju, me të më shtyp, do më thot, dhe më ka qunë salt operacionit, mi kanë qitë aparatat, ajo më ka kalzu pak drejt, 8 mujt e kom bajt një farë qese qëtu, këtë njëzë shkojnë atje ku duhet, në toalet, unë e kom pas qesën këtu, në gjatë 8 mujt që si kom dhonë vetit fund, kom thonë, s'ka me dhonë kur. Edhe ati janë është korrupcioni profesional veç. Edhe e rujnë, edhe e shtërngojnë vetin, nuk kalzojnë, se sa për që nuk kanë 2 herë ma shumë se në Kosovë. Po. Po, e zgata shumë, s'dashta mi këtu e sene, veç dashta mi u kalzue, që të sene, qoni në polici se për hajra s'pojenën këta qafira këtu pari, e pjafshofim shërrin shumë të na. A më kanë thonë që ka pësove si të pas ke linë për gjitha një spita të ronda që pas ke pas një jetë? Qole, historia jem me pi që kom shku në Zvicër, 17 vjeqar, e 18 vjeqar, me 150 marka borës në marrëne, kom hypë stacion të autobusit Soarek, e 3 muj dit, me 1 nëntor, natë 7-ën, kom hypë në autobusën Soarek, me 10 janar 2008, kom rrinë në Zvicër, edhe ato direkt spital, se e shaftof në për malin, në për borë, në për bjeshk, se këtë kom të i kaluë, pa buke, pa ku gjo. Në Sloveni një kohë në kanë zonë, pa letra, një mujdit në kanë majtë, në ka thonë ka një letë 3 dit me lësu tokën e Slovenijas, mas 3 ditën nëse ju zonë Sloveni, ju bina prapë këtu. Edhe ju denjojnë ma shumë se një mujë. Edhe une tash marrë t'i lëshom një herë mi pa fësyt ma më gjithë jetën në burg. Edhe i hypa autobusit pa pare, pa kogje ish, po Lublon, edhe kondukteri po më shef që pe këshuj në sy, që s'ka kogjo për meje, nuk më foli hiq, ma këthej shpina në shkoj. Një fa kafe Soleja ish në afer Banhofit, Lublon, aty stacionit trenit, që po mlidhësin shqiptarët që qiqin në atë kohë për para, jashtë njëzit, si komin në derë asaj qebaptore i shkon aty, me në janë që një atakatareta më kanë afru nga afro, një fërëzajt u afru, tha ki angër buk, tha që jo,
që shem si i gjetën, këtë unë në loqë ishe akon, e trupin loqë. Kom pas një jakë në të shtu të likurës, po shkur, të e qëtu. Bile baba u bone e gare, kur dolla, tha, apo me nëjë në shavë dulli si e ka shkuesha. Se u e vesha hollu, nësi, po shak ditë nësë kësha shku të denë për zajnë, so e Kosovë nuk e në gjisha. Po i ri edhe jeta u bo e shumë e rënë në atë ko, në fund 97-ës. Zgujë është me dalë qëtu, se qëtu na bojshin 100 shkijet e policia, e lemo me, ose me bashkëpunu me ta qafira, si do shqiptarë që kanë punu me fajde, me se janë e qysh para lufte, edhe mas lufte. E kanë marrë në luft, kanë i push, këta na këshe po luftojnë, kanë përfitu, më shumë që sa kanë luftuve. Janë pikërve të dy shkajnë kanë në luft, pikër që aty ushtarve, gjysa, mu i me thonë që jenë kanë luftar, duër gjynat që ta invalid, që i kanë lanë qashtu për gazepi, kënena kanë vjedhë kret, jenë bo milionera, nuk dim shtet me moj, s'kemi pas, ndoshta qyshmoti shtet tonin, edhe nuk dim me shtet me moj, inshallah mush mi men, e dojmë shtetin ton, edhe pagujmë taksat e për shtetin ton, se pa drejtësi, polici, ushtri, drejtësi të fort, nuk ka shtet. Qato janë, po i borën e që ato të forta, atëherë ki shtetin e fort. Ushtëria, drejtësia, policia, kontrollat këto, këto janë më rëndësia. Po i pate ato, shteti janë është i sigur. Po si ki ato, atëherë, e kështu që me kalzu, historin tem me qysh dhe i tash që galu, është bënd një rëmat shumë i malë. Faleminderit shumë. Po, që to mës leni pa e lemruhe, se jam ka shumë. Faleminderit shumë Inder, me respekte, për shimet këndshme. Faleminderit.